Qendra e Autizmit në Elbasan është një strukturë e dedikuar në mbështetje të zhvillimit dhe mirëqenies së fëmijëve me çrregullime të spektrit të autizmit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale informoi se kjo qendër përmes një ekipi profesionistësh multidisiplinar ofron shërbime të specializuara si psikoterapi, fizioterapi dhe lokopedi. Për këtë kategori fëmijësh, Iris Zyrakja, përgjegjëse e Qendrës së Autizmit në Elbasan, prehet se kjo strukturë funksionon prej gati 15 vitesh dhe është marrë pjesë e këshillit të qarkut të këtij qyteti, ndërsa financiarisht varet nga Ministria e Shëndetësisë. Unë jam Iris Zyrakja, jam përgjegjëse e Qendrës së Autizmit Elbasan. Qendra e Autizmit funksionon prej gati 15 vitesh. Jemi një strukturë e Këshillit të Qarkut të Elbasan, por varemi financiarisht nga Ministria e Shëndetësisë. Qendra ofron shërbime të shumta për sa i përket fëmijëve me çrregullim të spektrit autik. Grupi multidisiplinar, i cili përbohet nga një psikolog, punonjës social, fizioterapist dhe një terapist, i cili në fund i pajis prindërit me një vlerësim fillestar, ku më pas shoqërohet tek neuropediatri. Ndërsa parashqevi Projkja, psikologe e kësaj qendre nënvizoi se çdo ditë në këtë strukturë operohet me trajtimin e 5 fëmijëve. Në ditë ne operojmë me 5 fëmijë, nga hëna në të njëjtën ne ofrojmë terapi zhvillimi ABA, secili nga fëmijët është i pajisur me një plan individual PEI. Plani PEI hartohet nga psikologu i qendrës së bashku me një ekip multidisiplinar në bashkëpunim dhe me prindrin dhe vjet në zbatim për një periudhë kohore prej 6 muajsh dhe më pas bëhet një rivlerësim. Në ditën e premte jemi të fokusuar më së tepërmi tek terapia e grupit. Gjithashtu, Lulieta, prindi një fëmijëve me çrregullim të spektrit autik, shprehet se prej 2 vitesh ndjek vajzën në këtë qendër. Unë jam mama e Luanës, jam Lulieta, prej 2 vitesh, ndjek vajzën këtu tek Qendra e Autizmit. Falë punës së përkushtuar të stafit, kanë ndikuar shumë pozitivisht. Sapo Luana mbaron terapin, ne marrim udhëzime se si punoj, sa punoj dhe se si duhet të punojmë ne në shtëpi me fëmijën.